Përfaqësues të policisë shqiptare, organizatave jo qeveritare që kujdesen për viktimat e trafiqeve shqyrtuan sot bashkërendimin e mëtejshëm të veprimtarive gjatë këtij viti për të vazhduar parandalimin dhe goditjen e trafikimit të qenieve njerëzore. Drejtues të forcave të rendit publik, veprimtarë të drejtave të njerëzit, diplomat, organizata dhe donatorë ndërkombëtar kërkuan bashkëpunimin e gjithë secilit për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të trafiqeve, sidomos të femrave dhe të fëmijëve, duke u koordinuar dhe me policitë e vendeve fqinje. Bashkëpunimi me vendet fqinje, si ai me Greqinë dhe Italinë, i institucionalizuar edhe me nënshkrimin dhe vënien në zbatim të marrëveshjeve 2 dhe shumëpalqe, ka sjellë rezultatet e saj në drejtim të kthimit të asistuar të viktimave të trafikut dhe përshpejtimin e proceseve penale ndaj trafikantëve. Do të vazhdojnë operacionet policore në goditjen e grupeve kriminale dhe shfrytëzuesve, si brenda vendit, ashtu dhe në bashkëpunim me strukturat policore për te kufive. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha tha se bashkëpunimi me vendet fqinje është ngritur në nivele profesionale, duke ndjekur strategjitë kombëtare dhe platformat e policimit evropian. Ai tha se ligji antitrafik dhe moratoriumi ndaj mjeteve motorike lundruese po japin çdo ditë rezultate të dukshme. Mbrojtja dhe sigurimi i kufive toksor dhe detar është hap i rëndësishëm, si rezultati i cilit Shqipëria nuk etiketohet më si vend tranziti për kontrabandën dhe trafikun e personave dhe madrave. Padyshim që pjesë e kësaj arritjeje atribuohet vazhdimësisë së ligjit për moratoriumin e mjeteve motorike lundruese në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa eksperti amerikan për të drejtat e njerëzit David Phillips theksoi se lufta kundër trafiqeve njerëzore është detyrë kryesore e autoriteteve shqiptare qysh nga viti 2002, por ajo ka marrë një nxitje të veçantë, theksoi ai, vitet e fundit me kontrollin më të mirë të kufive, me antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe plotësimin e standardeve evropiane në shumë fusha. The progress that has been made needs to be recognized and encouraged through visa liberalization. Përparimi që është bërë, thotë zoti Phillips, duhet njohur dhe duhet nxitur për rezultate të mëtejshme, duke përfshirë edhe liberalizimin e regjimit të vizave. Të gjitha planet dhe strategjitë, të gjithë subjektet, si qeveria ashtu dhe shoqata, donatorë dhe organizata institucione ndërkombëtare, duhen integruar me njëra tjetrën në një pikë të vetme, në mënyrë që trafikantët të marrin goditje maksimale dhe viktimat të marrin mbrojtjen dhe kujdesin më të madh. Në konferencë specialistët pohuan se të dyja skajet e procesit janë po aq të rëndësishme, si parandalimi i trafikimit nga një anë, ashtu edhe riintegrimi i viktimave në jetën e zakonshme të shoqërisë përpara se ato të ritrafikohen në botën e krimit. Edhe policia dhe organizatat jo qeveritare kanë shumë për të bashkëpunuar në mbrojtjen e grupimeve të rrezikuara për trafikim dhe punësimin dhe shkollimin e shpejtë të tyre. Trafiqet tashmë kanë ndryshuar formë dhe rrugët e lëvizjeve brenda apo jashtë vendit, por ato mbeten përsëri po aq të rrezikshme sa edhe të pranishme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.